Banorët e zonës së sektorit Rinia të Durrësit kanë ngritur vazhdimisht shqetësime mbi mungesën e infrastrukturës së atjeshme. Ata kanë kërkuar nga shteti që të investohet në aksin rrugor, që është duke u mbushur me memoriale, pasi është bërë burim aksidentesh të rënda, ku ka pasur dhe humbje jetësh. Është një rrugë që po degradon çdo ditë dhe më shumë. Bëhet fjalë për rrugën në zonën e sektorit Rinia të Durrësit, e cila përgjatë 10 viteve të fundit ka marrë plot 1.4 miliard lekë për rikonstruksione, por sërish është amortizuar, pa ndriçim dhe mbi të gjitha burime aksidentesh. Përgjatë këtyre kohëve të fundit, në këtë zonë janë shënuar 10 aksidente me 6 viktima. Rruga që lidh zonën e njohur si sektori Rinia me qytetin shërben për të shkuar edhe tek laguna e Flakës dhe plazhi ranor i sektorit Rinia. Para ajo gjatë dimrit është mbuluar nga balta dhe ujë dhe në verë pushtohet nga pluhuri, duke krijuar më shumë pengesa se sa mundësi për banorët. Ndërsa shoferët ankohen për gropat e shumta në asfalt, që nuk mund të mbyllen me arna, me punime sipërfaqësore që janë bërë në të dhe asfaltin elektoral të hedhur në moment të zgjedhjesh. Degradimi i saj është mjaft i dukshëm.